Shkojmë të pyetja radhës. Po. I nderuari Zotëri Hoxh Shevqet Krasniqi. Kemi një pyetje pak sa më të veçantë, për njerëzve pak më sa të veçantë, andaj dëgjoni me kujdes. Po ju drejtohem si një besimtar i Zotit, por jo në bazë të mësimeve të Koranit dhe Islamit. I takoj besimit të krishter degës katolike, sepse të krishterët janë të dëgëzuar. Dhe është një çështje e cila më shtyen mua të ju shkruaj nëpërmjet Facebookut, mbase që nuk pa takot t'ju vizitoj personalisht në Prishtinë, edhe se pse më ftuat, kur pata rastin t'ju përshëndes para një muaji afër gjyqit komunal në Prishtinë. Si të qoftë nuk dua t'ju marr kohë dhe po ju sqaroj rastin. Inshallah, vjen herave tjera dhe takohemi dhe rrim, ani pse mos i figur për momentin nuk po kujtohet ky nderuar. Ne nuk e kem problem, falë Zotit, me nejtë dhe me pjestarët feve tjera. Nuk e kem problem. Për kontrazi, na vjen mirë. Me nejtë, me katolik, me ortodoks, po dhe me ateista. Vazhdojmë pyetjen të nderuar, pasi që pak sa është e gjatë. Thot, ky zotëriu që përket fesë katolike e pash një ëndër. Ndëgjon e mirë se çfarë ëndër ka pa. Unë e lexova këtë pyetje pak përpara. Dhe urqetha. Zemra filloi të milkondet më shumë. O preka shumë. Ëndër e cila jo gjithkujt shfaqet. E ëndrat janë 3 lloje. Ëndrat prej Zotit. Ëndrat prej djallit, prej dreqit të mallkuar. Kush e njeriu gjarpënie, senet mërshme, dhe ëndrat të cilat njeriu pe nefsit e themi ne, që njeriu ballafaqohet me probleme ditore. Është rrah me dikën gjatë ditës, është preokupuar me shitblerje, me bujqësie në shkollë, në punë, ka pas ku diune ndonjë farë angazhimi, çfarë do të qoftë, dhe tash e preokupon ajo dhe shfaqet në ëndër. 3 lloje ëndrash. Kjo është prej Zotit. Unë pash një ëndër. Nuk ishte sikur ëndra tjera. Isha më i vetëdijshëm, do të thënë gati si qut. Në atë ëndër, isha tek një liçe. Ai liçe kishte rreth vetes disa bishk. E liçeni ka ujë. E uji simbolon larjen. E larja simbolon pastrimin. Prej mkateve, prej kufrit mos besimit, prej idhujtaris, paganizmit, prej gjenaheve, kështu me radhë. Bjesht rreth simbolizojnë madhështinë e Zotit. Gjelle shanuhu. Dhe jam e erdhi një njeri drejt tek unë. Dhe nuk mujtja ta vrej se kush ishte. Kishte një shkelqim të papar, nuri dhe dritë. Por ma zati dorën dhe më ofroi, dhe më tha se ishte profeti Muhammed, alayhi salam, paqja dhe shpëtimi i Zotit qoftë mbi te. Nuk pata mundësi t'ja shehja fytyrën, sepse i bënte dritë jashtë zakonisht shumë, dritë dhe nuri. Kur e kanë shokët e pejgamberit ton, Muhammedit alayhi salam, kur e kanë përshkruar fytyrën e pejgamberit në për libra, e kanë krahasuar me Hanën 15 dhe kanë thënë se
më shumë dritë bënd të fytyra pejgamberit se sa hanan kur është në 15. La ilahe illallah, nuri dhe dritë. Nuri dhe dritë. E kishte një buzëqeshje krejtësisht qetësuese, sepse ka dash ta qetësoj këtë zotriun. Masi më tha se është profeti Muhammed. Profeti Muhammed, pejgamberi jon ka thënë, të i ndëruar dhe ju krejt të tjertë. Profeti jon ka thënë, ai që më sheh mu andër, ai më ka parë vërtet. Pse? Sepse djalli i mallkuar nuk ka mundësi të shfaqet në formën time. Andaj ne marrëm guxim dhe themi se kjo është prej Allahut të madhruar. Pra, kishte një buzëqeshje krejtësisht qetësuese. Mase më tha se është profeti Muhammed, më tregoj se si të pastrohem me ujë të atij liçeni e pastaj të mësoj të lutem, më mësoj të lutem sikurse muslimant. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Me pastru prej liçeni. Tek neni islam, në njeri kur don me u bë musliman, është e preferuar që njëherë me u pastru në lëmë liçen tosh, e pastaj me thanë ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluh. Ose në gjuhën tonë shqipe, dëshmoj me zemër dhe deklaroj me gojë se Zoti është një, nuk ka tjetër pas tij. Nuk ka. Dhe gjithashtu besoj me zemër dhe deklaroj e them me gojë se Muhammedi është i dërguar profet i të madhit Allah. Pra, këtë kam su kështu me vepru i nderuar, me u lut si musliman. Dhe më tha, të them ato fjalë në gjuhën arabe, se është vetëm 20. Pra, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Nuk ka zot tjetër pas tina. Allahu nuk pranon rival. Allahu nuk pranon ortak. Allahu nuk pranon bashkëshort. Allahu nuk pranon fëmijë. La ilaha illallah. Aja është i vetëm. Aja është i vetëm, nuk ka rival. Dhe më tha të them disa herë në ditë, subhanallah, subhanallah. Subhanallah dhe më thanë, i pastërt është Zotin nga çdo shpifje dhe akuzë që jam veshin jo muslimant Allahut. I pastërt. Njerëz të thojnë se Allahu kabir, por është i pastërt nga kjo larg. Njerëzit thojnë se ai pat bija për pagant poleteistat e Mekës, sa në melaqit e në bijat Zotit, për ai është i pastërt. I pastërt. I pastërt, i gjveshur prej këtyre të metave. Kjo është qëllimi i fjalës subhanallah. Më përqafoj dhe heci. Më përqafoj dhe heci. Mirë nderuar, qysh me tregu çfarë argumenti tjetër me tregu i madhi Allah ty, me dërgu i madhi Allah ty, çfarë argumenti tjetër më të fortë dën? E me përqafu këtë fe. Vazhdon edhe me tej. Para Kurban Bajramit e pash një ëndër tjetër, subhanallah. Isha i zhveshur dhe i mbuluar vetëm një çarshaf të bardhë, edhe flokët i kisha të hekura krejt. Flokët e hekura simbolizojnë gjenahet e larguara, inshallah. Ndërsa dhe vetë çarshafi i bardhë, ngjyra e bardhë, simbolizon pastërtin prej mëkateve. Pse? Sepse ne kur lutemi atje për veti, po lutem edhe për vdekurin, themi o Zot,
pastrana neve prej mkateve, se që pastrohet tesha e bardhë prej njollave. E bardha prej njollave, sepse i dihen njollat në vrehen, dhe kur të pastrej shesheqan, nuk kam bet njollan të. Isha në një dhomë të zbrast, vetëm një shank me libra që ndronte atë, një raf me libra, kështu, për të cilën me mungoj qelë se. Erdhe një engjëll, me lache, ma hape këtë shank, dhe ma dha Koranin, dhe me tha lexo. Lexo Koranin, o i nderum. Lexo Koranin, o i nderum. Thuaj la ilaha illallah. Thuaj me mu, la ilaha illallah. Dhe fillova të lexoj. Ishte krejt arabisht, por dija ta lexoj. Pastaj me mur, ai melek, ai engjëll, dhe me dërgoj tek një varr i zbrast, dhe me tha se kë është vendi juve. Të ruhem, sepse nuk e dim kur shkojmë atje, këtë e din vetëm Zoti. Të ruhem, pra ruju, se po të nxan vdekja në fen tanët vjetër. E qka i thos Zoti që se ke besu Koranin? Qka i thos? Ruju. Allahu të ka ndëru, të ka zgjedh, të ka qu këto andrat bukura dhe të mira të veçanta, të cilat të rqethin trupin dhe lkurën. Mos hezita, pavarësisht rezultatit, sfidave, vështërsive, apo problemeve me të cilat mund ballafaqohesh. Unë e di, se di shumë raste, po flas nga përvoja, ku shumë djemë dhe vajza, katolik, veçanti, se me ta kem pas punë ma shumë, kanë shprehur nga dëshmëri të plot për ta pranuar islamin, por e kanë pasur çështjen e familjes. E disa prej tyre e kanë të i kaluar këtë problem dhe janë bërë musliman. Dhe sot kemi shok që jetojnë me familje komplet katolike, por vetë musliman e kanë ndru emnin, i falë 5 kohë namaz në ditje edhe kryen ceremonit fetare islame tamam, por han, pin, flan, punon, gjallnon, jeton në një kulum me familjen e vetë katolike. Andaj, po të lutem me shpirt, se pasha Zotin e gjithësisë, i cili na ka kriju, dhe tek i cili kemi me u kthy, nuk ka fe tjetër të vërtet jashtë islamit. Dhe se nëse pranon islamin, e ke pranu dhe krishterizmin. E ke pranu. Islamin nuk e mohon krishterizmin. Krishterizmi mohon islamin. Islami nuk e mohon evreizmin. Ai që beson Kur'anin, e ka besuar dhjatën e re dhe të vjetër. I ka besuar librat e shejta. I ka besuar pejgambert e mëhershëm. E ka besuar Jezusin Isaun, por jo si birë Zoti, por si i dërguar i Zotit, se ashtu ka qenë. E ka besuar Musaun, të dërguarin Allahut tek evrejt që fotët, dhe të cilit e zbriti libri shajt i madh, i quajtur Tevrat, apo se që quani jo dhjata e vjetër. Ti jesh musliman, do të thotë jesh fenë natyrshme. Në fenë të cilën ka qenë edhe Isa vet, edhe Sulejmani vet, edhe Davudi vet, edhe Ibrahimi vet, edhe Musa vet, dhe krejt pejgambert e të madhit Allah.
Azza wa Jall. Që ka me thonë tjetër i ndëruar? Të pas ka cilë Zoti syt me gisht që shtot populli jo. Nuk mendoj, nuk besej që ke ndonjë arsye. As më të voglen. Andaj inshallah lajmë shpejt na vjen nga jo. Na gëzon shumë se je bërë musliman.